Selam aleikum, të nderuar shikues. Po afrohet muaji i bekuar i Ramazanit. Nga nesër inshallah fillojmë me agjerim. Këtë vit, për dallim nga vitet e tjera, do të kemi diçka më ndryshe, një aktivitet më ndryshe, një formë më ndryshe të ligjëruarit dhe biseduarit për kohën e Ramazanit. Këtë vit do të fillojmë me podcastet e Ramazanit. Ky edhe shumë aktivitete të tjera, sepse edhe podcasti i Ramazanit është aktivitet i cili bëhet nën ombrellën e Muftinisë së Tetovës. Do të flasim sot edhe për aktivitetet e radhës që do të kemi gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Unë nuk do ta zgjas më shumë, pasi që këtu kemi njeriu i cili është ideator dhe organizator i këtyre dhe shumë aktiviteteve të tjera që vijnë ditëve në vijim. Sot në podcastin e parë të këtij Ramazani e kemi Muftiun e Muftinisë së Tetovës, Hafiz Dr. Selver Efendi Xhemaili. Mufti, mirëserdhët. Selam aleikum. Aleikum selam dhe faleminderit për ftesën dhe në veçanti dëshiroj t'ju falenderoj që morët si obligim që do t'ju udhëheqni emisionet të cilat do të zhvillohen gjatë muajit të Ramazanit në këtë podcast në ombrellën e Muftinisë së Tetovës. Zoti ju shpërblet dhe lut Allahun fuqiplot që këto emisione të jenë të bereqetshme dhe të suksesshme, të dobishme për gjithë besimtarët. Amin inshallah. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Nderuar Mufti, me që jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit. Thonë nga nesër inshallah do të jemi agjerueshëm. Cila është vlera apo ta themi ashtu ajo mirësia që përcjell Ramazani? Normalisht në ditët në vijim, pra duke filluar nga nesër, me që nesër është dita e parë e muajit të Ramazanit, të së vjetëm, besoj se në të gjitha xhamiat do të kemi ligjërata të bujshme për shpjegimin e vlerave, urtësisë, mirësisë muajit të Ramazanit, mirë po për hir të asaj që në këtë podcast jemi në prag të muajit të Ramazanit, në disa minuta do të përgjigjem edhe unë në lidhje me këtë pyetje. Pra, ajo e veçanta e këtij muajit padyshim që është agjerimi gjatë këtij muaji, që është një ibadet që kryesisht fars obligim është brenda këtij muajit, megjithse edhe jashtë muajit të Ramazanit kanë mundësi besimtarët të agjerojnë në forma të ndryshme apo vullnetare. Mirëpo gjatë këtij muajit agjerimi është obligim fetar ose me terminologjinë fetare thonë është fars. Andaj normalisht që çdo ibadet, çdo adhurim në mësimin e fesë islame që është i urdhëruar nga Allahu fuqiplot, përpos asaj që është një obligim, ka urtësinë e vet, ka hikmetin e vet, ka vlerat e veta, ka dobitë e veta në shumë dimensione, në shumë aspekte dhe përpos asaj që është një sevap, që është një adhurim që krijet dhe realizohet urdhni i Allahut fuqiplot, por përsëri ka edhe dimensionet e dobisë dhe vlerave përsa i përket vetë besimtarit apo atij i cili e realizon. Shikuar në Kur'anin famullar, Kur'anin fisnik, në ajetet në të cilat bëhet obligim agjerimi i Ramazanit, e shohim që Allahu fuqiplot agjerimin e Ramazanit nuk e ka bërë obligim vetëm për umetin e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pra jo vetëm për ne, por shihet qartë në ajetin e Kuranit Kerimit që ky adhurim ka qenë i obligueshëm edhe për shoqëritë, edhe për umetet, edhe për pejgamberët e mëparshëm. Që do të thotë se agjerimi është ndoshta i barabart në aspektin kohor edhe me ardhen e njeriut në faqen e dheut ose me përgjithësitë e njeriut që ka bartë gjatë tërë historisë njerëzore. Dhe në ajetin në të cilin obligohet agjerimi, Allahu fuqiplot e thekson edhe arsyen pse e ka bërë agjerimin obligim, duke na thënë në fund të ajetit thot la'allekum tettekun, e kemi bërë agjerimin obligim me qëllim që ju të bëheni më të devotshëm, më fisnik, më njerëzor, më të moralshëm, më të njerëzishëm. Pra shihet qartë që koncepti takva i ngërthen të gjitha këto cilësi dhe synimi i agjerimit dhe qëllimi kryesor është që njeriu ta bëjë më të përkryer
në aspektet të cilet I theksuam pak më lart. Prandaj, muajin e Ramazanit e veçanta që e dallon, padyshim që është agjerimi gjatë këtij muaji, por mos harrojmë që muaji I Ramazanit e ka cilësinë edhe muaji I Kur'anit fisnik, për arsyen se ka filluar zbritja e Kur'anit Kerimit në natën e Kadrit, pra ajetet e para të surës Ikra janë ajetet të cilat janë shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndryshe thënë edhe siç e përmend edhe Kur'ani fisnik që muaji I Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani fisnik deri te njerëzia. Faleminderit. E përmendet fundin e ajetit kuranor, la'allakum tattaqun, që të jeni të devotshëm. Mirë po, gjatë muajit të Ramazanit shpesh hasin njerëz që largohen vetëm nga ushqimi dhe pija. Çfarë humbin ato për kësaj pjesës la'allakum tattaqun, apo çfarë humbin kur e reduktojnë vetëm ushqimin dhe pijen, dhe jo veset tjera që çojnë deri në devotshmëri? Është e vërtetë që çdo një lloj ibadeti, adhurimi ka formën e jashtme të vet. Analizo për shembull namazi, ka formën se si realizohet, qëndrimi në këmbë, bërja e rukujt, bërja e sejdës. Këto janë format të cilët ne I shohim nga jashtë, që duken, por ka edhe esencën, brendësinë, shpirtëninë e vet dhe qëllimin edhe niyetin edhe cakun se çka do të arrihet nëpërmjet atij ibadeti. Edhe agjerimi, që ne nga nesër do të fillojmë të agjerojmë, ka atë formën e jashtme, ose thënë në aspektin e fikut, lëndës së fikut që me dispozitat e veta rregullon çdo një lloj ibadeti, është ajo forma e jashtme që ne duhet të largohemi nga ngrënia dhe pirja dhe gjërat të cilët parashifen që të largohemi. Këto teknikisht e përbëjnë formën e jashtme dhe me rregullat e fikut agjerimi është I plot kur ne do të largohemi nga gjërat të cilët janë ndaluar gjatë të qëndruarit agjërues. Mirë po, siç thash edhe pak më parë, çdo një lloj ibadeti e ka edhe anën e brendshme, atë të thellën, atë shpirtëroren, atë ta them atë pasperde që s'duket, që është sinqeriteti, që është vëmendshmëria ndaj Allahut xhaleshanu, që është ajo lidhja e sinqert mes robit dhe Allahut fuqiplot. Prandaj, në qoftë se takva dhe ajo që thot ajeti që është bërë obligim që të arrini devotshmërinë, takvallëkun, pra në qoftë se takva synon që ta bëjë njeriu më të njerëzishëm, më të devotshëm, ma me vetë dijet përgjithësisë ndaj Allahut xhaleshanu, dhe në qoftë se synimi është ky, atëherë, nëse ne do ta reduktojmë agjerimin vetëm në largim nga ngrënia dhe pija dhe gjërat të cilët e prishin agjerimin, atëherë ne do të jemi mëngët nga këto cilësi të cilët synohen të arrihen. Pra ne teknikisht kemi agjeruar, por ndoshta përfitimet që synon agjerimi të sjellë te besimtari nuk I kemi përfituar sa duhet. Andaj, agjerimi është një shkollë që ne brenda këtij muajit kemi një kurs intenziv për përfitimin e vlerave njerëzore që t'i bëjmë pjesë të personalitetit tonë. Andaj, kur do të diplomojmë në këtë shkollë, pra Bajrami është diploma e agjerimit, kur do të diplomojmë në këtë kurs intenziv, pra në fund të Ramazanit, ne patjetër si besimtar të kishim ndryshuar në karakter, në sjellje, në të folur, në raport me njerëzit e tjerë, në raport me Zotin, që do të thotë të jemi më tepër që do të falemi, që të jemi më tepër që do të kujdesemi për të tjerët, më solidar, pra të gjitha ato cilësi dhe ato mësime që në këtë kurs intenziv të quajtur Ramazan, ne pastaj jashtë Ramazanit, pas Bajramit, duhet t'i reflektojmë në jetën e përgjithshme. Prandaj, teknikisht ne largohemi nga ngrënia e pirja, por ajo le të jetë një metodologji që na mëson durimin, që na mëson sjelljen, që na mëson respektin
ndaj Zotit Gjeleshanu më së pari dhe pastaj edhe ndaj shoqërisë në përgjithësi. Mu për këtë arsye, shpesh herë e kemi thënë në ligjërata, por edhe besoj që besimtarët edhe kësaj tema edhe kanë lexuar, sjellja jon e përmirësuar pas Bajramit është argument, është dëftesë se ne kemi patur një agjërim të sinqertë ndaj Allahut Gjeleshanu. Meqë çdo një lloj ibadeti duhet të na bëjë më të përmirësuar dhe të reflektoj pastaj në sjelljen tonë të përgjithshme. Pra, kur ne kemi ndryshim të kursit të sjelljeve tona pas Bajramit, kuptohet në sensin pozitiv, më të mirë, më të sjellshëm, më të ndërgjegjshëm, më me vetdijet përgjithsisht ndaj Zotit Gjeleshanu dhe shoqërisë, ne atëherë argumentojmë se kemi agjëruar tamam si duhet, jo vetëm teknikisht, nuk kemi pas synim thjesht i ulim kilogramët, por kemi pas synim ta shtojmë kilogramin e sinqeritetit, ta shtojmë dozën e mirësjelljes dhe ta shtojmë sigurisht imanin ton, besimin ton në relacion pra me Allahun Gjeleshanuhu ve Gjelle Gjelaluhu. Me fjalë të tjera, duhet mundohemi që diplomën që do ta marrim fund të kësaj shkolle të quajtur Ramazan, të kemi domethënë sukseset notat sa më të larta. Padyshim, zatën çdo një nxënës, çdo një student kur hin në shkollë, sinon të jetë superlativ, sinon të jetë më i miri, sinon të marrë lavdata, sinon të marrë pjesë në gara e kështu me radhë, dhe ne, domethënë, pas daljes së kësaj shkolle, jemi në gjendje të garojmë në vepra të mira pastaj gjatë muajve tjerë jashtë muajit të Ramazanit. Me që Ramazani është shkollë. Realisht, më thonë, ne dimë se Ramazani teknikisht është në aspektin e jurisprudencës largim nga haja, pija, kështu me radhë. Më thonë, tash qëllimi ishte që të arrijmë notat sa më të larta. Qofse ne e marrim fund të Ramazanit diplomën, por nuk i kemi notat të larta. Më thonë, teknikisht e kemi ndalu hajen dhe pijen, po kemi bërë disa gjesta apo veprimet të cilat ja prishin bukurinë e agjerimit. Edhe pse teknikisht është në rregull, teknikisht diplomën e kemi marrë, por suksesi nuk është aty ku duhet. Cilat janë disa veti të cilat ja prishin bukurinë e Ramazanit? Pikërisht, domethënë, me që jemi në start, shumë e rëndësi këto gjëra të nënvizohen. Domethënë, temën, bisedën që jemi duke e zhvilluar, ndoshta për në fund të Ramazanit nuk do ketë kuptim. Por me që jemi në fillim, pra ne tash do të fillojmë të ndërtojmë një ibadet nga nesër. Dhe normalisht që do të marrim të gjitha masat që ndërtimi jonë të jetë i shëndosh, bazamenti do të jetë i shëndosh. Jemi në hyrje të Ramazanit dhe ne brenda këtyre muajve që i kemi përcjell, me që jemi qenje njerëzore dhe nuk jemi imun të mbrojtur nga gabimet. Çdo njëri prej nesh ka mundësi të gabojë, me vetdi ose pa vetdi, pa marrë parasysh. Mirë po, përpara se të fillojmë ndërtimin e sevapeve, e adhurimeve tona, agjërime, për arsye se ne gjatë muajit Ramazanit nuk kemi vetëm thjesht një ibadet agjërimin, po kemi një sër ibadetesh që shtohen gjatë muajit Ramazanit. Kemi namazet të taravihis, kemi mukabele në për xhamia, kemi sadakatul fitri, kemi të realizojmë zeqatin, pra kemi solidaritetin që do të bëjmë me besimtarët tonë njëri me tjetrin duke e ftuar në iftare kështu me radhë. Edhe krejt edhe e këto kur ti mbledhësh, jemi në fillim të muajit të Ramazanit dhe këto për të venduar në bazamente të shëndosh. Pra për të gjetur këto ibadete terren të pastër në zemrat tona, padyshim që duhet përdorim një pastrues. Përdorim një pastrues që të themi mirë se vini këtine sevapeve në zemrën tonë. E pastruesi sipas mësimeve të fesë islame, sipas urtësive kuranore dhe hadithet të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, është teube istighfari ose pendesa dhe kërkimi i faljes nga Allahu xhaleshanuhu për gabimet të cilat i kemi bërë në të kaluarën. Andaj, me që jemi në prag të muajit Ramazanit dhe nesër fillojmë me agjërimin, do të ishte shumë me vend që çdo një besimtar sonte në këtë natë kërkoj falje nga Allahu xhaleshanu për gabimet e bëra gjatë muajve të kaluar, të bëjë një tobe të sinqertë. Tobe e sinqertë do të thotë të pendohet nga gabimet, gjunahet që ka bërë dhe të vendose se më nuk do t'i përsëritet të njëjtat.
dhe me këto ndjenja, me këtë gatishmëri, ti drejtohet Allahut fuqiplot me kërkim falje. O Zot, mi fal gjunat të cilët i kam bërë në të kaluar dhe unë jam i vendosur se ma nuk do t'i përsëriti ata. Dhe pasi që e bën këtë hap, pra e fillojmë nesër agjërimin me shpresa se terenin ja kemi pastruar, pra zemra është e pastër nga gjunat, nga mëkatet, me vendosmërinë tonë e nisim agjërimin. Dhe tash, duke qenë gjatë muajit të Ramazanit në ibadet komplet, vëmendshmëria jonë dhe kujdesi jonë do të shtohet edhe të bëhet më i madh që mos na përsëritet gabimet që janë gabime njerëzore që shpesh herë nëpërmjet të folurit, duke ofenduar tjetrin, duke përdorur fjalor që si ka hije tërbijes së muslimanit, ose duke bërë gjeste të cilat nuk i shkojnë kulturës së muslimanit, e ndotim e njëllosim vetë ibadetin tonë. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka theksuar këtë në një mënyrë shumë të bukur. Ka thonë, kush nuk largohet nga fjalët dhe veprat e këqija gjatë muajit të Ramazanit, le ta di se Allahu fuqiplot nuk ka nevojë për etjen dhe urinë e tij. Pra atë që tham pak më parë, se reduktimi vetëm nga reduktimi i agjerimit në një shkallë vetëm në largimin nga ngrënia dhe pirja, e kemi bërë të vobekt agjerimin tonë dhe ndoshta edhe ato vlerat pozitive që duhet t'i ngërthej e kemi shkatruar, kemi djeg. Për këtë arsye, pra ne agjerojmë duke larguar nga ngrënia dhe pirja, por pak më tepër ne agjerojmë, abstenojmë nga fjala e keqe, abstenojmë nga sjellja e keqe, abstenojmë nga çdo gjë që nuk e toleron kultura dhe tërbia e muslimanit. Pra, qoftë me fjalë, qoftë me vepër, qoftë me mënyrat të cilët e prishin tërbijen e muslimanit, mos harrojmë që çdo gjë që e prish njerëzillëkun, që e shkatron njerëzillëkun, që e shkatron njerëzin, ajo ta prish edhe agjerimin. Pra në kuptimin, ti shkatron sevapet, ti prish vlerat e agjerimit që afron. Për arsye se bie ndesh me synimin dhe qëllimin e agjerimit. Nëse qëllimi i agjerimit është që të na bëjmë më të përkryer, çdo një vepër, çdo një lëvizje, çdo një fjalë, çdo një pozitë që dëmton njerëzillëkun e dëmton edhe agjerimin edhe Ramazanin. Ndërsa mufti, ne mundohemi që sa më mirë ta presim muajin e Ramazanit dhe të jemi sa më aktiv gjatë muajit të Ramazanit. Me që po afrohet Ramazani, mund të na përmendni disa përgatitje që i ka bë muftia e Tetovës, disa aktivitete për pritjen e Ramazanit e pastaj disa aktivitete që do të zhvillohen gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ditëve në vazhdim. Normalisht kemi një program të bujshëm, po unë do mundohem aq sa përmend që i di kështu pa ju referuar asaj listës të gjitha aktiviteteve. Ne tani dje disa ditë këtu në prag të Ramazanit kishim di manifestime të rëndësishme, një kishim për gjinin femrore, shikuar agjerimin në aspektin fetar dhe medicinal, që u realizua, dhe dje gjithashtu kishim një manifestim në Pallatin e Kulturës në moton Mirë se erdhe Ramazan, ku ishte një program i bujshëm me ligjërata, me Kur'ane, me recitime, dhe ajo ishte për të shënuar ardhjen dhe për të dëshiruar mirëseardhje muajit të Ramazanit. Brenda muajit, duke filluar nga ditët e para, kemi disa aktivitete që duhet të shënojmë ditët e veçanta gjatë muajit të Ramazanit, siç është nata e Bedit, ku do të shënohet me një tribun, me një panel shkencor, dhe bashkangjitur edhe normalisht me të ftuarit edhe iftarin. Gjithashtu edhe nata e çlirimit të Mekës do të shënohet me një tribun, janë xhamiet e caktuara se ku do të mbahen, besoj që programi është transparent, është publik, është veç i shfaqur, besimtarët të cilët dëshirojnë ta ndjekin normalisht nëpërmjet faqes së muftinisë mund t'i përcjellin se kur, cili aktivitet dhe në cilin vend do të ndodhet. Ajo që dëshiroj të theksoj, vazhdojmë si vjet me iftarët me studentët, që ka qenë edhe vitin e kaluar, por si vjet e shtojmë edhe një pikë tjetër të iftareve,
në bashkëpunim me disa institucione të Republikës së Turqisë, siç është TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, pra Drejtoria e Përgjithshme e Vakufëve të Turqisë, do të kemi për çdo natë nga 200 për 200 persona do të shtrojmë iftar, normalisht që do të jenë të rregulluara me ftesa duke bashkëpunuar me të gjitha këshillat e xhamiave tona dhe do të vazhdojë gjatë tërë muajit të Ramazanit. Pastaj kemi një program që do të emitohet i tërë Kur'ani edhe të vokohen edhe realitetet sociale në gjuhën shqipe, i lexuar nga artisti jon Tetovar. Është një punë, është një çështje shumë e bukur, shumë e mrekullueshme, që besoj që do të sjellë dobi të besimtarët edhe besoj që do të ndiqet mirë. Është një punë e madhe realisht. Besoj që është, nuk e di, e rrallë është në botën shqiptare, ndoshta ka edhe dikush tjetër e ka bërë, por këtu te ne në Maqedoni besoj që është i pari, është artisti Arsim Fazlije, me një zë artistik shumë bukur, e ka lexuar tërë Kur'anin në gjuhën shqipe dhe ajo do të mundësohet që të dëgjohet gjatë muajit të Ramazanit. Pastaj një aktivitet tjetër është një kuiz i diturisë që do zhvillohet me mektepet e xhamiave tona dhe është një mënyrë për nxitje dhe motivim për fëmijët që të jenë më të përgatitur dhe kuptohet takime të ndryshme tradicionale. Kemi bërë edhe një iftar që realizojmë me fëmijët me nevoja ndryshe. Besoj që edhe këtë vit do ta realizojmë. Unë shfrytëzoj rastin këtu që disa prej këtyre punëve që kanë të bëjnë me iftarët i realizojmë bashkëpunim me donatorë të ndryshëm që janë mbështetës të jetës fetare këtu në Tetov. Shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj dhe ta lutem Allahun fuqiplot që Zoti t'i shpërblej edhe më tepër. Pra, kështu gjatë tërë muajit të Ramazanit do të vizitohen të gjitha xhamiat tona nga bashkëpunëtorët e muftinisë, nga referentët e kështu me radhë, gjatë namazit taravih, po edhe në namazin e xhumas, dhe duhet ta theksoj edhe këtu kur jemi te kjo temë që në xhaminë e Kodrës diellit për herë të parë do falim, kemi organizuar që përpos xhumas që do të falet edhe vikendeve, me që vikendeve ka më tepër turistë atje, ditën e xhumas të shtunën dhe të diellit do falet edhe taravia atje, për brenda javës do të shohim nëse është arsyeshme të shtojmë, nëse kanë besimtarë atje, do të shtojmë edhe ditë të tjera dhe programe nëpër rrjetet sociale dhe televizive gjatë muajit të Ramazanit në forma dhe mënyra të ndryshme do të zhvillohen. Ndoshta ka edhe gjëra tjera që ndoshta si kom përmend në detaje, por besoj që programi i muajit të Ramazanit i parapar nga Muftinia e Tetovës është transparent, është publik, është në faqen e Facebookut të Muftinisë së Tetovës. Që nga goxha i ngjeshur. Është një shpërblef për këtë organizime. Besojmë që sa më shumë organizime, aq më ëmbël do të jetë Ramazani për besimtarët edhe për besimtarët veçantë të Tetovës. Nderuar mufti, do dalim pak te një temë tjetër e cila sikur na tangon pak huti nga portalet, ndoshta një pyetje për Arabatin. Shpesh kam lexuar disa portale, është lënë pas dore, ku mbeti puna Arabatit, çka është çështja e Arabatit, me që kemi sot këtu, a mund të na flisni pak për çështjen e Arabatit, pastaj kish disa lajme të tjera për renovimin e xhamisë Larm apo xhamisë Pashës, lajme të tilla që i ndëgjojmë nga portalet, por sot kemi rastin të ndëgjojmë nga njeriu i cili realisht është kompetent dhe mirët me këtë punë. Faleminderit që e hapët edhe këtë temë. Është e vërtet, është diskutuar muajin që kemi përcjell, ka pas shkrime të ndryshme, ka pas biseda, ka pas janë parashtruar pyetje. Pastaj ka pat edhe një lajm në lidhje me renovimin e xhamisë Pashës. Realiteti është ky që në lidhje me xhaminë e Pashës, Bashkia Islame, Bashkia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut, normalisht përfshi edhe Muftininë e Tetovës,
kemi një memorandum bashkëpunimi me drejtorinë e përgjithshme të vakufeve të Turqisë, që do të renovohet, por jemi në fazën e projektimit se cilat pika do preken, normalisht duke i qëndruar besnik originalitetit që e ka xhamia e Pashës, aty zguxojmë të tolerojmë asnjë lëshim, por të gjithë janë vetëdijshëm për këtë. Dhe memorandumi është nënshkruar dhe e ka marrë përsipër Drejtoria e përgjithshme e vakufeve të Turqisë që është donatore kryesore kësaj. Është në fazë përgatitje e projektit dhe inshallah do të fillojë dhe me shpresë do të realizohet në mënyrën më të bukur. Pra, xhamia e Pashës është simboli i Tetovës, është krenaria jonë, është vepër arti, është vepër e dalluar, ndoshta është unikate që s'ka të ngjashme këte, dhe xhaminë e Pashës e kemi të gjithë në përgjithësi, ne si Bashkia Islame, ne si Muftini, por besoj që edhe të gjitha institucionet shtetërore është prezantuese edhe për vetë komunën, edhe për vetë shtetin, edhe në përgjithësi për shoqërinë tonë. Dhe këto vlera të çmueshme, të larta, e kemi obligim të gjithë që ti mbrojmë si dy sytë e ballit. Dhe shpresojmë që me arritjen e kësaj marrëveshje është bërë një akt shumë i rëndësishëm dhe për sanimin e disa pengesave që i ka momentalisht, por besoj që edhe do të largohen të gjitha elementet që mund ta dëmtojnë këtë vepër madhështore arkitektonike që e kemi ne. Për sa i përket çështjes Arabatit Babateqi, është çështje që me vite të tëra bile diskutohet, jo vetëm muajin e kaluar, por muajin të cilin përcjellëm vërtet dolën disa lajme dhe me plot të drejtë, edhe ata portale që i kanë nxjerrë këto lajme me plot të drejtë, për arsye se ashtu duket, pamja e jashtme duket se është lënë masdore, por nuk është lënë masdore. Çështja e Arabatit ka qenë një çështje kontestuese mes TETEX-it edhe Bashkisë Islame, ka qenë procedura gjithësore me vite të tëra, përsa i përket pronësisë së disa objekteve, marrë parasysh që në kohën e ish sistemit fabrika TETEX ka pas investime të ndryshme aty dhe bazuar në ato investime ka fituar të drejtën në gjyq edhe si pronare disa objekteve dhe ka qenë kontekst juridik mes Bashkisë Islame dhe TETEX-it me vite të tëra dhe para disa viteve, gjithsesi në vitin 2022, fabrika TETEX me vendim gjyqi bëhet pronare e plotë e disa objekte në përjashtim të tokës, të trollit, por e disa objekteve brenda Arabatit dhe çështja mbërrin deri në gjykatën supreme, edhe në gjykatën supreme vendimi vin pro atyre, deri si vjet ka qenë në flet pronësi e regjistruar fabrika TETEX si pronare e disa objekte brenda Arabatit, e dhimbshme normalisht, e papranueshme, për arsye se Arabati dihet që është një monument i kulturës islame, dhe mirë po nga para një jave, mund të them që publikisht për herë të parë këtu e themi, çështja e Arabatit me flet pronësi edhe objektet edhe toka është pronar, është juridik, është Bashkia Fetare Islame Maqedonisë së Veriut. Me këtë çka arrihet? Me këtë shpresojmë që arrihet shpëtimi dhe ndërprerja e rrënimit të mureve të Arabatit Babateqi. Pse? Për arsye se ka qenë pengesë çështja pronësore juridike dhe ka qenë pengesë për mos ardhjen e investimeve edhe intervenimeve për rregullimin e saj. Mirë po, me zgjidhjen e kësaj çështje pronësore, Bashkia Islame e Maqedonisë, Bashkia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut, ka një memorandum bashkëpunimi me
e organizatën turke për zhvillim praktika që të renovohet Arabati Babateq. Dhe tani me largimin e kësaj pengese, pra me zgjidhjen e problemit pronësor, ne shpresojmë, jemi të bindur këtë drejtim që do të fillojnë procedurat e nxjerrjes së lejeve përkatëse dhe do të fillojë inshallah renovimi edhe i Arabati Babateq. Me këtë mendojmë që do të jepet fund edhe asaj, edhe dëmtimit edhe rënimit, dhe do të marrë, besojmë do të marrë formën më të bukur që i takon asaj vepre kapitale, historike dhe arkitektonike. Kam informacione që ti ka vetë edhe projektet pjesë i ka të gatshme dhe punon për finalizimin e projekteve se si do veprohet dhe do punohet, dhe shpresojmë që në të ardhmen edhe kjo vepër e rëndësishme do ta marrë formën ashtu siç i ka ai edhe ashtu siç duhet. Ty falenderoj për këto lajme të mira dhe një informacion që shuajtja dyshimin shumë vjeçar për çështjen e Rabatit. Po i afrohemi fundit të kësaj interviste, për në fund ta keni përshtuar diçka ose ndonjë mesazh për dëgjuesit e këtij podcasti. Dëshiroj t'ju drejtohem besimtarëve që nesër fillojmë me muajin e Ramazanit me agjërimin. Vlera e këtij muajit dhe përfitimet që mund të arrijmë nëpërmjet këtij muaji vetëm Zoti i din. Ndoshta ne me fjalorin ton nuk do mund të themi e gjithë ajo që përfitohet nga muaji i Ramazanit. Andaj të shfrytëzojmë nga kjo mundësi, nga kjo portë e madhe e mëshirës Allahu xhaleshanu që e afron për besimtarët. Të shfrytëzojmë maksimalisht në forma të ndryshme, qoftë duke agjëruar, qoftë duke u bërë më solidar me nevojtarët, qoftë duke u kujdes për familjet tona, qoftë duke shpjeguar edhe ligjëruar. Pra, në format të cilat na i ka dhënë mundësitë Zoti xhaleshanu, të shfrytëzojmë maksimalisht kohën e agjërimit, ta shfrytëzojmë me ibadete, me adhurime, me lexim të Kur'anit, me pjesëmarrje nëpër ligjërata të ndryshme që do zhvillohen në xhami apo në institucione të tjera, pra të japim mundësinë që shpirti jon, pavarësisht se trupi mund të na zvoglohet gjatë muajit të Ramazanit, po të japim mundësi që shpirti jon të rritet dhe të zmadhohet. Zaten, ky muaj, këto mundësi, këto begati, këto shansa e neve na i afron, t'i shfrytëzojmë maksimalisht që, siç thamë edhe pak më parë, ta përfundojmë me nota të mira dhe me diplomë valide. Ndërmëthi, falenderoj që ishit pjesë e këtij podcasti, duke lutur Allahun xhaleshanu që ju shpërblen dhe të vazhdojnë aktivitetet e këtilla që janë në dobi të shoqërisë, në dobi të besimtarëve. Unë ju dëshiroj edhe juve suksese gjatë udhëheqjes së këtyre programeve gjatë muajit të Ramazanit, me të ftuarit e juaj që keni përzgjedhur. Inshallah të jetë i bereqetshëm ky program dhe krejtësisht në fund unë shfrytëzoj rastin që juve mas pari këtu dhe të gjithë besimtarëve, që të gjithë teleshikuesve që uroj muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun fuqiplot që të gjitha ibadetet, të gjitha adhurimet që do t'i bëjmë gjatë këtij muaji, inshallah të na i pranoj. Gjithashtu edhe stafit të TV Kohës ju uroj muajin e agjërimit dhe i falenderoj për mundësinë që na japin që nëpërmjet këtij mediumi të drejtohemi edhe besimtarëve tonë. Por njëkohësisht shfrytëzoj të falenderoj edhe sponsorin ton të këtij programi, Marketing Kipet, dhe të lut Allahun fuqiplot që udhëheqësisë së këtij marketi të jap jetë dhe shëndet që të jenë kontribues edhe në shumë projekte tjera që ka nevojë jeta fetare dhe kulturore në Tetov. Allahu xhaleshanu shpërbleft, faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, ky është podcasti i parë, edhe ditët në vijim do të kemi edhe podcastet e tjera.
Këtë vit kemi mysafir, do të kemi inshallah tema shumë interesante dhe ju ftoj që çdo ditë 30 minuta para thirrjes së ezanit të akşamit të ndiqni podcastet e Muftinis me tema të ndryshme dhe shumë interesante. Për në fund të nderuar shikues, nesër fillon muaji i bekuar i Ramazanit. Duhet mundohemi që këtë Ramazan të bëjmë diçka ndryshe nga Ramazanit që lan pas. Le të jetë ky muaj i ndryshimit, le të jetë ky muaj i dashurisë, begatisë, harmonisë dhe ngritjes së vetdijes tonë. Andaj krejt për në fund edhe pranoni urimet prej meje për muajin e bekuar të Ramazanit, urime muaj i shenjtë i Ramazanit, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që në fund të këtij muaji të dalim me adhurim, ibadete dhe agjerim të pranuar. Deri në podcastin e ardhshëm, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.